Horoskopi për muajin qershor 2026 për shenjën e Peshqve. Qershori ka trokitur edhe për ju. Peshq po vjen një kohë ku zëri dhe prania jote do të peshojnë më shumë se herët e tjera. Planetët po rreshtohen në një mënyrë që të nxjerrin ty në pa. Nuk bëhet fjalë për zhurmë apo rrahje e shpatullash, po për respektin e heshtur që njerëzit fillojnë dhe ta japin vetvetiu kur të shohin se sa vlen. Në këtë video do të shpjegojmë si do të jetë dashuria, shëndeti, puna, karriera, si dhe disa data të cilat duhet i keni parasysh gjatë këtij muaji, koha dhe çfarë duhet të bëni dhe si të mbroheni për të patur një muaj të mbar. Kohët e fundit je ndjerë sikur po punon në hije, apo fjalët e tua po binin në vesh të shurdhër. Por në këtë muaj do të fillojë një kthesë. Dielli po ndriçon shtëpinë tënde të statusit dhe karrierës, duke bërë që të tjerët të kthejnë syt tek ti i dashur Peshk. Le të fillojmë të parashikojmë tani si do të ecin punët e zemrës. Dashuria. Kur vjen puna tek zemra, ky fillim qershori të sjellë një fllatë të ngrohtë. Do të kesh një ndjesi sigurie që të kishte munguar. Për ty Peshq që je në një lidhje është koha ku dyshimet e vogla dhe keqkuptimet e kaluara të nisin të shkrihen. Do të ndjesh një dëshirë të madhe për të ulur pranë njeriu të zemrës dhe të flasësh padorashka. Shtruar, të ndash gjërat e vogla që të mbajnë gjallë shpirtin. Partneri do ta ndjejë këtë ndryshim dhe do të shohë në sy plot admirim dhe mirënjohje. Por për ju që jeni vetëm, single, mos u mërzisni dhe mos u nxitoni. Planetet janë duke përgatitur terrenin për diçka të bukur dhe të qëndrueshme. Nuk bëhet fjalë për aventurë kalimtare që të lënë bosh sapo mbarojnë, por për një afrimitet që nis nga një bisedë e thjeshtë, një shikim i ngrohtë apo një mik që të kupton me sy. Ka një mister të ëmbël në ajër. Dikush po fillon të shohë me një sy tjetër, më me shumë vëmendje dhe vlerësim. Lëre zemrën të hapur sepse dashuria po vjen pa zhurmë, ashtu siç të pëlqen ty. Le të kalojmë tek sektori i punës dhe karrierës. Në rrugën e punës dhe ato që janë në shkollë me studime, ky muaj po vjen me një dritë të qartë dhe me mbarësi. Ti do ta ndjesh atë hap pas hapi. Për të gjithë ju që jeni në bankat e shkollës apo keni bërë kurse për të rritur në profesion, mendja juaj do të jetë shumë e mprehtë dhe gjërat që dikur ju dukeshin të rënda dhe të ndërlikuara, tani do t'i kapni në fluturim. Profesorët dhe ato që udhëheqin do të mbeten të habitur nga përqendrimi dhe pjekuria juaj dhe shpesh shumë nga ju do të kalojnë në suksese provime. Për sa i përket karrierës, ato që janë lart teje në detyrë po fillon të vënë re me vëmendje lëvizjet e tua. Nuk ke nevojë të bërtasësh ose të bësh zhurmë për të treguar se sa vlen. Puna jote e pastër po flet vetë. Nëse ke patur në mendje një plan të vjetër, një ide apo një projekt që ke mbajtur të fshehur në sirtar, ditët po vinë dhe janë pikërisht ato që të duan për të dhënë ty jetë. Dyert do të hapen për ju dhe njerëzit do të afrohen duke ju dhënë dorë. Peshqit njihen për instinክtin e tyre të hollë. Ai nuk i gënjen kurrë dhe do t'ju udhëheqë saktë si gjithmonë dhe në këtë muaj. Diçka e re që ofrohet në horizont, një vlerësim apo një mundësi, ti e ndjen në ajër që po vjen. Qëndro i qetë dhe lëri gjërat të rrjedhin, sepse qershori po të ngre pikërisht aty ku e meriton që të jesh. Financat. Kjo është dhe pika më e ndjeshme e të gjithë horoskopit të Peshkut. Kur vjen puna tek paratë dhe portofoli, ky fillim qershori kërkon prej teje mençurinë e pleqjve. As të shtrëngohesh dhe as të të dhemë shpirti, por as t'i prishësh lekët rrugëve për gjëra të kota. Planetet tregojnë se financat e tua po hynë në një fazë më të qëndrueshme. Mund të marrësh një lajm të mirë. Ndoshta do të marrësh diçka që ka mbetur prapa.
një pagesë e prapambetur, ndonjë lek që ke patur borxh, apo ndonjë shpërblim të vogël që vjen pikërisht atëherë kur të duhet për të larë një dy detyrime. Nëse ke ndërmend të bësh ndonjë blerje të madhe për shtëpinë apo për familjen tënde, mos nxito në ditët e para të muajit. Ndjeje situatën dhe bëj llogaritë mirë me laps në dorë. Diçka e mirë në fakt po afrohet në horizont, një mundësi për të fituar diçka më shumë, dhe kjo nga një punë anësore apo nga një shteg i papritur. Por sekreti i këtij muaji është i thjeshtë. Mbaje dorën pak të mbledhur ndaj dëshirave të çastit dhe do të shohësh që në fund të muajit do të kesh një qetësi që nuk e patur prej kohësh. Do të kesh tundime për të plotësuar disa dëshira të tua. Por mbaje mend mirë fjalën e popullit: shtri këmbët sa ke organin. Mos u gënje nga ndonjë shumë ekstra e parave që mund të kesh. Ato do të duhen një ditë kur ke më shumë nevojë. Prandaj, gjërat bëj me llogari. Kalojmë tani tek pjesa tjetër për sa i përket shëndetit dhe gjendjes shpirtërore. Hyj të këshilloj, nëse peshqit kanë qenë të ngarkuar kohët e fundit, me më shumë punë se që takon, e kanë rënduar trupin, ndaj duhet të shplodhen pak. Jo do të thotë se ti duhet të pushosh, por të ngadalësosh pak vrapin. Në fakt nuk bëhet fjalë për sëmundje, po për një lodhje të grumbulluar dhe kjo të jep disa probleme në trup, rruaza të shpinës apo mendje e turbulluar. Kërkohet pak dremitje, pak ajër i pastër dhe ujë i bollshëm. Nëse kohët e fundit gjumi të është prishur nga problemet që ke patur, nëse stresi të ka mbuluar, zgjidhja është tek thjeshtësia. Dil në mbrëmje, bëj një shëtitje dhe lëri mendimet e rënda jashtë. Kur të shtrihesh në krevat, harroj gjithçka që ke patur gjatë ditës. Shpirti yt po kërkon qetësi dhe sapo ti t'ja japësh këtë mundësi vetes, do të shohësh se si do të kthehet gjallëria dhe fuqia. Kështu, në këtë rrugëtim qershori, për ju peshë janë disa këshilla të vyera. Planetet thonë se shpirti yt ka nevojë për pak paqe që të marrë fuqi. Prandaj, gjej 5 minuta kohë për të ulur në qetësi, mundësisht pranë një dritare apo në balkon ku hyn ajër i freskët, dhe lëre mendje të qetësohet, pa menduar për asnjë hall. Nëse dëshiron që mbarësia të të ndjek në shtëpi apo në punë, hidh një 2 pika ujë trëndafili ose ujë të thjeshtë të pastër tek pragu i shtëpisë në mëngjes, që të largohen energjitë e rënda. Kur flet me të tjerët, dëgjo më shumë se sa flet. Mençuria jote këtë muaj qëndron tek heshtja dhe tek fjalët e pakta, por me peshë. Edhe një këshill: ndihmo ndonjë të moshuar apo dikë që ka nevojë pa pritur gjë mbrapsht, sepse kjo mirësi do të kthehet si bekim në shëndet dhe në familje. Por ky muaj ka disa ditë të cilët duhet i vësh re. Java e parë, 1 deri 7 qershor janë ditët e ngritjes. Muaji nis mbar, këto janë ditët ku emri yt dëgjohet lart e poshtë për mirë. Në punë apo shoqëri, çfarëdo që të kërkosh të thuash, do të pranohesh. Më pas, në javën e dytë janë ditët e kujdesit, ku yjet të thonë kujdes me frenat. Mund të ndjesh pak rënje të trupit, këputje, sikur po të ikën dëshira për të marrë me njerëzit, por mos u mërzit, është thjesht lodhje. Mbështetu tek familja dhe njerëzit e tu të gjakut, sepse ata do të bëhen krah për të zgjidhur një dy nga tërresat e vjetra. Java e tretë, në 15 deri 21 qershor, janë ditët e shtëpisë dhe dashurisë. Do të ketë pak trazim apo rreziqe për shtëpinë, ndoshta llogari dhe shpenzime që mund t'ju prishin Terezinë, por nga ana tjetër zemra juaj do të gufmojë. Dashuria bëhet më e fortë, fëmijët ose të vegjëlt e familjes ju sjellin gëzim. Kujdes vetëm mos bëni ndonjë lojë apo rrezik me paratë në javën e tretë.
ndërsa java e fundit 22 deri 30 qershor quhen ditët e kthesës. Kjo vjen me dy faqe, lidhjet dhe martesa do të marrin një dritë të bukur dhe do të gjejnë gjuhën me partnerin, por nga fundi i muajit shëndeti kërkon pak kujdes. Lajmi i mirë është se pas datës 28, fati, një rrugë e largët ose këshilla e një njeriu të mençur do t'ju kthejë shpresën dhe do t'ju ndërçojë rrugën për muajin që vjen. Ky është horoskopi për ju të dashur peshë. Ne ju urojmë të gjithë dhe të keni një muaj të shkëlqyer, fat në dashuri, suksese në punë, si dhe shëndet sa më të mirë.